Përshëndetje të dashur shikues. Sot po fillojmë me një cikël të ri tematik të quajtur personazhet e ralla. Cilat janë personazhet e ralla për këtë javë? Janë 3 persona të cilët vinë nga 3 breza të ndryshme në profesione të ndryshme, por që kanë arrirë ekselencën në fushën në të cilën ata veprojnë. Personazhi i parë është një djalosh i ri i cili sapo ka ardhur nga Turqia dhe shpallur nën kampioni i Europës. Bëhet fjalë për Berat Jakupin, një djalë i ri i cili ka mjaft të dhëna për të ecur edhe na përfaqësuar edhe në Olimpiadën e ardhshme. Personazhi i dytë është një zonjush e cila me origjinë është nga Gjakova, një vajzë e rritur në Gjakov, por që sot është mësimdhënës ose angazhuar nga Universiteti i Kolumbias. Dhe personazhi i tretë është zoti Barush Mjaku, një aktor i njohur i cili vite me radhë ose dekada me radhë ka funksionuar teatri shqiptar, ka dhënë kontributin e tij theksor, por përpara disa muajve ka dalë në pension. Po flasim me zotin Mjaku për zhvillimet ose jetën e tij pas disa muajve në një status të ri shoqëror. Në mbrëmje, te Agim Poshka, stimuloni intelektin tuaj.